Mirdita vëllezër dhe motra shqiptare kudo ku jeni. Në këto momente kemi një nga miqtë mi më të mirë, kemi doktorin. Doktori nga Kosova që ka bërë një jon jashtëzakonisht të madhe. Jemi me gigantin Nasër Kolgeci. Doktor, si ishte rruga jote nga Kosova për Gjermani? Doktor, cilat janë sfidat e para? Ta dhanë vetë apo e kishe në shpirt pikërisht të zanat? Pikërisht ai e ka me ty mos gaboj. Po. Sa e rëndësishme është ky takim? Me hjek, Po. Ka pacient që nuk ka dëshirë. Gjerman dhe një shqiptar, ka dallim çfarë do t'i themi ndjekësve? Miqtë e mi, pikërisht në këto momente, një pyetje shumë e fortë. Doktor, ka marrë vesh që ju vuani nga diçka? Do të thotë nat ditë në ora 10 në mbrëmje. Po në 2018. 2018. Po, ju lutem, ju përgjërohem. Mundohuni që të ndihmojmë njëri tjetrin. Mundohuni që t'japim më të mirën.